Karavec. Karkavec. Karkavec. I bie që ka pas karkalica, ja ku takot. Ti pse që është tani me gabimet e mia? Më bën të ndjem shumë keq. Ai pute një. O, Flori! Si e le burri vetëm ti? Çdo vend që shkoj, vetëm prindër kështu, të vetmuar, të përmalluar. Unë dua vendin tim. Duan si ke marrëdhënie. Super! Kjo tregon që zonja e shtëpisë është një koqire. Miku është i pritur, po jo të vim miku të beligjin këtu ka tonë, më mësosh ti më të rimë nga të smonë. Pse quhet Karkavec? Kush ka qenë ai njeri që ja ka vendosur emrin Karkavec? Le si i thon shkurt. Kam ardhur në fshatin Karkavec. Një fshat që në hyrje shef një qetësi të papar, si fshat fantazmë, kupton? Çdo gjë e braktisur, është fshati i parë që unë shoh banesa dhe makina të braktisura. Më thënë, sa futesh brenda në fshat, patjetër që do ketë njerëz tek tokë, sepse këtu jam në hyrje, edhe kur të shkoj ndoshta në qendër, do takoj banor, por shumë e habitshme, më thënë makina të braktisura. Shiko këtu rrjedh ujë dhe të mbjella ka. Ua, ky rrushi është. Karkavec. Emri lezetshëm. Dhe të them të drejtën, ajo që më tërhoqi është emri i fshatit. I ndodhur në zonën e Librazhdit. Tani ecim shkojmë brenda në fshat, të takoj njerëz të pyes kush e ka quajtur, kush ka qenë ai njeri. Ai boz që ja ka vendosur emrin Karkavec, dhe si i thon shkurt. Rruga më solli direkt edhe në shtëpinë e zotërisë, edhe tha se do më përtiste, tha, mirë se erdhët, ta, hajde uluni pini diçka. Kjo më tregon që ky fshati pas ka njerëz të mirë. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Rruga e keqe e fshatit. Po. Nuk e di ku të çojnë këto rrugët, po ku është qendra njëherë? Qendra e fshatit? Ha. Diku këtu 500 metra. Do të thënë kjo është një pjesë. Bravo. Kjo është një pjesë e një lagje e fshatit. Karkavec. Karkavec. A ulemi këtu dhe unë dua në shkallët, jam ra. Jo, brenda nuk dua, për zotin nuk të ofendoj, po dua ajër të pastë se më pëlqen kjo pamja këtu. Edhe mos e ki për ofendim që ulemi. Po ndjem rahat për zotin, jo se e bëj për keq. Mirë, ta marrësh diçka. Shtëpia që nga shumë e bukur. Shikojeni oborrin. Kjo tregon që zonja e shtëpisë është një koqire dhe e ka të mirë mbajtur. Po thoja që zonja e shtëpisë është një koqire se duket oborrin se si e kanë ashtu. Ja, kështu kënaqem unë, këto kështu dua. Lutem. Mirë se ju gjeta. Emri si e ke qëta? Hajde u lutem. Mentor. Po. Me ke jeton? Unë kam familjen. Kam një gocë një djalë. Gocën e kam martuar në Tiranë. Djalin? Kam 3 vjetë që e kam martuar. Vjetë të dasë në vjetë në 11 gusht, martova djalit. Këtu, po të shtunën këtu, kemi patur 200 veta. Si së kam njohë që atëherë unë të kisha ardhur ndasën. Shumë mirë, do ishe bërë. Vetëm do përseja. A u mblodh fshati? Po. Sa bukur është? Ne ashtu e kemi me... Nuk ikin këto tradita? Ja. Po unë të vëm kasetën vërtet atë në televizor, jemi kënaqur. Se po të them, kishim 200-220 veta në atë ku. Mora 110 km të djali gjajes, edhe i dashën kemi vënë në hedhër atë. Sa lejtë. Mentor, sa lek shkon të bësh një dasëm në këtë kohë? Tash varet nëse si e bën atë dasëm. Tani themi dasëm të mirë. Pas të njerëz dhe këtyre, po unë loka, tash po e marr gati nga hunë, unë bëra 6 në dasëm. Po. Edhe si përfundim. Ja. Sa ima, kisha veshin që mirë, ti je shumë mirë,
sepse unë njerëzit i marr siç i gjej. Po të unë shiko, si rapatusha. Ne bëm jashtë në das. Ore, sa shkoj dasma? Dasma të gjitha mbi 25.000 euro. Mbi 25.000, unë 8.600.000 paguava vetëm lokalin. O mentor, mos ja fut po tani. Po Po 25.000 euro, unë vete sa tjera ble shpin, se sa të mbledh njerëzit atje. Vete disa të tjera, tash edhe ble shpin. Po nuk kam nevojë pra shpinë Të vërtetën. Të vërtetën. 200.000 euro këto. Të vërtetën. Një shtëpi tjetër e kam në qytet Librash, e kam shuar me. Më dëgjoj. Urdhë. Të vërtetën. Sa lek të mblodhën nga dasma? Po t'japi fletoren aty. Ha. Mbi 10 milion. Mirë. Mbi 10 milion. Sa veta ishin? Në dasma që kam paguar shumë zojët, 264 veta për me 60 ishte çifte. Se arritur dhe pjatë. Është shumë zojët, ja, 264. Pas kanë hedhur. Nuk ka dhe ngjënjeshtra. Jo, nuk po them, po pas kanë hedhur. Jam si njërin e verë, si njërin e verë. Se, ça pozicion pune ke pas? Po me të madhen, me Sali Berishën, kam qenë Ç'a punë? me 2-3 puna të shtetit. Ç'a ke punuar? Po fillimisht në 92-shën që është janë 3 vjetë polici financiare. Okej. Si u shpërbë policia financiare, gjërat e zyre përmbarimit në qytet Librash. Edhe atje një 3 vjetë e gjysmë. Pastaj sa herë fiton të sa jam hequr në punë. Po pse ti ishin? Ai ishte i zoti në punë. Në fshat është ashpër lufta e klasës. Jo vetëm në fshat. Jo, në fshat sa atje në Tiranë nuk njihet shumë. E ke gabim. Në fshat. Po mirë, ti e thua ashtu, po unë. Do me thënë, sa vite ka që ka ikur Saliu? 8 vjetë. Tash sa vite? Jo, s'ka 8, ka 14 ai. 12. 2000, po të lutem tash. Në 2013 nuk isha në punë. Po. Edhe 2013. 12 ka. 12 vjetë. Po. 3 mandate që ka Rama. 12 vite pa punë ka? Pa punë, shpit. Dhe për të marruar juridikun fakultetin e drejtësisë me korrespondent. Me korrespondent. Po, nusën ku e morët? Nusën në fshat Skënderbej, më marrë. Fshat Skënderbej është në Prenjës. Jo, të ja. Është tjetër atëre, se unë kam qenë dhe në Prenjë. Jo, Rajca. Më falë, në Rajcë, jo në Prenjë. Mirë, Rajca, Prenja si këtu janë se më vrava. Miku është i pritur. Po jo të vi miku të be ligjin këtu nga tu, më mësosht ti më tregosh. Polici financiar! Më tregosh ti mua. E nga trova? Legje Skënderbej ka dhe Rajca. Kam qenë. Ajo quhet Rajca Skënderbej, kurse unë e kam Qukë Skënderbej. E mirë, nuk e dija që kishte vetë Skënderbeu. Skënderbej çfarë? Mësuese. O, Shankara. Departamentar të Badit të Mami se nesër fillon puna, jo. Po djali çfarë punë bën? Djali në Gjermani. Punëtor atje me gipsët në rrët. Me letra? Po me gipsët, po ndihet mirë. Se merr 8 orë me 15 euro, 120 euro. Paguen ande, kanë jetë të qetë, më të rregullt, nuk kanë stres. Po na vjen keq, po nuk e shajnë, por jo, vendin më të mirë se i kemi neve me gjithë, nuk e ka. Për zotin unë e them gjithmonë. Unë kështu Evropën. Unë e them gjithmonë. Nuk i kam mbledhur. Po Shqipëria është volufni gjithmonë. Vend pasur shumë. Partitë të qeverit këto e prishin, e bëri Saliu rrap Shqipërinë. E bon, jam me ty, ja duhet kishte bërë dorëheqja, po këtë mund tash. Aty që kur hume, hap kraun atë. A djem në fshat këtu sa çka, jo në qytet, në Tiranë që ka zihet gjakuri. Zihet. Po ky tjetri si duket? Unë për vetë nuk jam i kënaqur. Si e quan atë ti? Nuk jam i kënaqur. Si e quajnë ata ai. Tani më qëndroi sinqerësia shkamre dhe brenda kamrës, sa atje më the një fjalë. Për mua ai është Po me bë nuk më nxe goja. Nuk bën fare. Për mua, se rrypse, kam arsye shumë të madhe. Sa? Që të kanë hequr nga puna? Jo, asnjë gjë, s'është ai që më hequr nga puna, jam vonë. Neve kemi të vjetër, thanë. Kisha baben ka 13 vjetë që më ka ndërruar jetë, por mentor më thoshte, kemi 11 burrat pushkatur nga fisi bloshmet. Dhe kemi plak vjetër, mua me paret ma kështë sillat makinën te, thoshe urdhë, i ke nga Partia Socialiste. Shumë faleminderit, do të thoshe, nuk janë pjesa ime merre. Nuk e merja? Nuk më duhet, nuk më hënë në punë. Nuk më hënë në punë.
Pavarësisht se juve mund të duket e madhe kjo. Çfarë mund të bënte ty si mentor të ndryshonte mendim që të bëhesh me Ramën? Çfarë do ishte ajo gjë? Të më vinte në start atje me atë për shembull që më hoqin nga puna. E ta fitojnë konkursin. Kush e meritonte? Të mande vendin e punës. Pra ti e ke urrëtien për vendin e punës, se tash pak më parë. Për vendin e punës i ka fshat gojë, ja kjo e fundit. Po jo, është dhe sedra, është çdo gjë tjetër, nuk është vetëm kafshat e gojës. Aftësitë e të gjitha. Qoftë financa, qoftë ana financiare, qoftë ana psikologjike, Të qoftë gjitha. materiale, janë lidhur ato me. Pa i që zuri vendin tënd, ishte jaftë? Unë them që si puna ime, S'ka. Masës ishte. Pra ta ishte më i mirë. Po edhe unë them si puna ime, s'ka. Po. E bën edhe një gazetare tjetër. Normal. Të pazëvendësueshëm nuk jemi me ta. Jo, është e vërtetë. Askush nuk është i pazëvendësueshëm. Shumë më s'ka unë. Po më të mirë se unë s'ka them unë. Po nuk është e vërtetë. Jo, unë më të mirë se vetja ime nuk bëj. Diçka ke vajzë. Patjetër që po. Ka dhe më të mirë. Jo, absolutisht. Edhe me atë emër që mbante i te 7 femra me atë emër që jeni juve, dikush është akoma më i mirë. Absolutisht ja. Më fal, pavarësisht se ty ja nuk ke çfarë të shahë. Në llojin tim më e mira jam unë. Kaq. Po, Unë kështu e mendoj. Asnjë nuk duhet të thua që ka më të mirë se unë. Absolutisht ja. Mund të ketë, po unë vetes nuk ja them atë gjë. Unë gjithmonë do mundohem derisa të kem frikë të bëj më të mirën. Njeriu formohet. Jo, po ashtu i bie ku ka thua ka më të mirë se unë. Unë deri tani nuk kam takuar më të mirë se vetja. Jo. Unë nuk i dua ata njerëz që thonë që unë di nuk mësoj. Unë si Ledion do mësoj gjithë jetën. Takoj ty mësoj diçka, takoj tjetrin, njeriu mëson gjithë jetën. Edhe në 10 vjeç tjetë mëson. Qoftë me librat atë me vjet, qoftë në jetën praktik. Praktik. Në gjitha. Për mua jeta është praktika. Jeta të mëson. Ja rroba, si e ka emrin Karavec? Karkavec. I bie që ka pas Karkalic, a? Ja puta kot. Ti pse që është tani me gabimet e mia? Më bën të ndjem shumë keq. Nuk po kërkoj që ti shtoj, ti shpëtyshoj edhe pa ne po rriqet. Ti më ngacmon. Pse quhet Karkavec? Unë jam i ardhur, kam 29 vjet këtu. Kam lindur në Bërsash tani. Gjyshi ka patur tokën vilën këtu. Okej. 3 kace. Edhe me sistemin atëherë në 44 i prezuar sistemi. Nga këtu i qaj atje. Kemi patur toka, prone. Edhe tash i sala që të lufdova, unë ma ka marrë mua tokën, ja ka vanë këtu. Me 7.501. Shkon ajo. Gjithë Shqipëria në sherë janë merë me plona. Problemesh, po mund t'i kiste lanë shumë më nërëse. Ja, i sali ullë. Se ullë. në fshatë zgjidhen ato. Po nuk isha ndërmat këshit është më i mirë. Tani kishte edhe të mirë atëre. Kishte të mirë. Po me këto pronat, me këto ligjin në 7.051 që e ka fut në sherë gjithë shqiptarët. A ke dëgjuar që janë vrarë për qa? Sigurisht. Për gardi. Për qa? Për një vi ujë, ashtu më bo. Në sisteme kam urryer dhe urrej deri sekondën e fundit. E kishe 9 metra të gardin. Ruj sot ti. Ku e kam unë me jetin aty. Është 500 herë ma keq sot se sa pardje. Ku po shkon kë njerëzim? Jemi në rrugë gati, mund të themi në rrugë pakërje. Vështirë, se unë si s'po thash, ajo është pjesa ime vajzë dhe djalë, po djalin emigracion. Tash të kesh një djalë, nëse kesh këto, atje nuk shkon, se sot je vajzë, nëse 25 vitesh. Unë të kuptoj që tani. Një, kupton, sepse nuk ka më keq se sa prindër të vetmuar. Baradas gjigande, po të thënë dazë gjigande kanë bërë, lojtë të menç të gjithë njerëzit. Me një djali, një javë ditë. Edhe i po. Mirë për nata, dakord, jam me telefone që pasi ke këtu. Allah shqiptarë që ta puthësht, ta respektosh. Ta ngjesh fëmijën. Qa di bëja, puthën më në telefon, po puthën do kalëcu që? Edhe të kesh ti të ardhura, prapë nuk e ndjen atë kënaqësinë se nuk e fëmijën këtu. Ti nuk e ke idenë, në çdo vend që shkoj, vetëm prindër kështu të vetmuar
të përmalluar, Jo, unë du venin të tim, lënduar. unë jam vetar, me mishim me shpirt. Unë dua venin tim, këtu. Nuk je do vendin tënd, po nëse nuk ke punë këtu çfarë do bësh? Do ikësh dhe ti. Drejtuesit Po lutem. ku të Ti kryetari i lojës tim gjej punë mua. sa gjej do të gjej vet. A di si thot ai? A di si thot ai? A di si thot? Të lutem, ai thot kështu. Kush është i Zoti e gjen punën. Aha, s'është rrugë zgjidhja, ja kush është Zoti e gjen punën. Tash më hap ti mua minierat këtu. Më hap bujqësinë, më hap Bujqësinë ka çuar për tokë. Të gjitha, ja po, për tokë. Ja këtu ku jemi në fshat, ne ujë të pishëm, kemi ujë të varditshëm ja. Po mi më unë isha në ato fshatra, ata dhe të shkretit nuk ishin ujë për të pirë më burr. A di që të thot mos kesh ujë ashjetik. E që si ja bën? E po mire thot tani. Si ja bën e po mire se ke ujë këtu ti, se kështu jemi ne shqiptarë, po të kemi vetë mendojmë për tjetri. Si ke shton ti aty në ai fshati që sa ashtu ti do mushka drut ty kemi shprehjen e fshatare. Ja vut mushka, unë s'kam mushk fare njërë. Unë e di për mend, ai s'ka unë mushk jam këtu në fshat. Jo do kesh ti aty. Fshati është problem. Jam plotësisht dakord me ty. Po për ujin e pishëm. Kërçov. Kërçkov. Po, Kërçkov. Kërçkov. S'kishte ujë. S'kishte ujë. Si mi do mua mushka drut? Ha. Si pa të mushkën tënde si ti do drutë. S'ka mund, s'maj mund. Asti. Me komshin si shkoni? Mirë. Unë të thash, me ta nuk thash, si jam tokë. Për gardi. Tokën tonë, për tokën s'është punë gardi. Po tokën ja kanë dhënë, më burr nuk ta ka marrë ty. Ja ka dhënë Saliu. Po si, Saliu ku e gjete? Atë e di Saliu. Ata se kanë me ty. Rritëm neve, e di Enveri, e di Saliu, e di Rama tash. Ne kështu neve. Eksperiment do bëjmë. Ke të drejtë. Me Sa vite ke punuar me Saliun? 9 vjet. 9 vjet. Për 9 vjet. Nuk arritet t'ja mbushje mendje Saliu 9 vite ti thosha. Po takoshe Saliu me mua. Po pyet Saliu për mua? Mirë, unë për Saliu. Po vetëm se interesi. Jeta interesesh. Po jo, më. Mentor. Të futem çik në brendësi unë. Po. Me gruan si ke marrëdhëniet? Super. Se aq jashtë. Aqje një ti. Prap të mushka? Jota, jo. Tani, mirë. Po të ishin të gjithë si unë, nuk mund të ekzistojnë. Polici, nuk duhet polici as për rrugën, as për gardën, as për shepin, as për shamatin, as për gjë fare. Se ku shkon të rrugën për ta. Të them diçka. Unë jam shumë e sinqertë se ata që më ndjekin më njohin, edhe i them gjërat kështu. E di çfarë përshtypje më jep ti mua? Që nuk i tregon të gjitha çka ke kështu për brenda. Çfarë të intereson ty, ato thua. Mirë, tash ne për kaq sa ne. Ata që janë me sy të bardhë janë sa që aty se kam unë neve rrim deri në mëngjes, të llafosemi, kënaqemi, edhe çfarë të kam lënë mangët, mos me kalimin e kohës do dalin ato të zbërthehen. Gruaja e bie jetë shumë e mirë që ja, si gruaja ime nuk ka një është Flori. Thonë shatra, jo çdo kush, për këtë kjo i është. Për zotin kështu thon të gjithë, se gruaja ime s'ka. Kam sa detyrime, sa ashtu i kemi patur punët. Ma ka majtur, ma ka larë bardhin 4 vjet në korridorin. Ato janë zonja. Gjë. Si kanë qenë zonjat në përpara sa të mira? Shumë të mira kanë qenë. Të respektuar, tani nuk po them edhe që të jo shërbëtore, s'po them shërbëtore, po kanë qenë të respektuar. Në familje, nuk quhet gruas, po e the nanës, po e the motrës shërbëtore, ajo nuk quhet familje. Brava. Ajo është familje, ti se ke për interes ato. Ashtu e ka vënë madhi Zot, burrë e grua, të kalosh kohën. Jo kalosh kohën, kalosh mirë jetën. Me mirë kuptit, kalosh kohën, me mirë kuptim, me atë fukarallit që ke, në bashkëpunim burrë grua, mund të thuash i zhduku fukarallikut. Mos t'jesh në atë moment që të ka kapur fukaralliku. Po gjithmonë e mirë kuptim. Gjithmonë e mirë kuptim. Bën, rregullohet. Me dashuri e ke marrë? Jo në mënyrën. Jo, me mbledhëri. Me mbledhëri. Po. Sa vite keni? Ose po të deshe 90%, unë jam martuar në 20 shtator të 92-shit. 90% e kam marrë me mbledhëri dhe 10% vetë.
Pas, kishte gjë më bukur. Sa mirë. Direkt sa e ke parë ka pëlqyer, a? Po ishte ajo. Ishte ajo, unë fotografi të tregoj ti, thua ti mashallah. A ma tregoj. Do futemi brenda. Mirë, më lë të filmoj. Po, dua ta shikoj. Po ma si foton, kush që mos futem brenda? Si? Ma si foton? Është e rësirë brenda. Jo kam U qa polica, është shefe një kështu, mos më shikoj nga se ka frikun ty. Elektrifikimin e vendit, ka Hajde drita një. aty, hajde. Sa shtëpi e bukur. Ku e ke gruan tani? Po unë të thash ti ka ikur. Jo, foton. Do të tregojmë sa të duhet. Ku e ke gruan tash? Vënë e kemi, atje ku kemi dalë atje. Shumë e Ku e mirë. na është ti? Ku e ke gruan? Shumë e mirë. Po ti ç'ke dal kaq që në vrik më, dal të shoh një. Ke këtu si e pastro shtëpinë, po hajde se s'to gjë. Si kam dalë në vrit? Tash një. Je ti një që më shumë, je zbardhur tani. Edhe fshatarin, si kjo edhe i pa ditur për shembull, aty kam qenë Si bën gjoja. kam qenë në das, Kalokti. Sa e bukur, familja Bloshmi. Patriota. Unë banaj të dash që jam atë. Jam Jo, atje nga marr bukur. Urdhra për ju policia kështu për urdhra e në njësha, po leri këta. Po punëtor, ma ishim qa policia për të flet natë, 2 Tu jeni në dasëm, ku po ju thoni mirë se erdhët, ju është përblefshim në gëzima. Po. Bukur. Shtëpia më pëlqen, vete ke bërë, apo djem? Po jo, qa djem unë i djallë kam e kanë bërë ustallarë. Lekët po them. Lekët. Po, kam në gjithë. Në gjithë, po morë do të ashojmë një shpinë. Ore, ke top tutit mja përshenjë që top? Do t'jam sa të dush, me një gjithë në jo me zjallë, po me vepra. Me letër, me kontratë, me noter. Dhe i dokumenta. A ju kam thënë do marrë tokën në zëvën? Dokumenta, të dhasaj tokës time, e pastaj do t'japun. Beja dokumenta dasaj time, sot. Këtu është për miqtë. Po na ku miqve, bravo. Po na ku i miqve. A vin miqtë tani? Për dark s'kam. Se ka ardhur kjo Po kohë. vinë një një natës, edhe hypin makina dhe Ikin. Për drejt, do vinë dorin deri në orën 3-4, hypin makina dhe ikin. Është vështirë. Më përpara kishte të vinin miqtë, duhet të mendoje dhoma, ti bëje për miqtë. Po ne djalit. Hajde. Hajde dhe minarën. Hajde djalit. Sa e bukur. Sa bukur. Sa foto e bukur. Tani kjo kohë ka ardhur. Po kjo kohë ka ardhur, palli duhet djalit, kjo kohë ka ardhur. Edhe dhe me thënë shikohet sa e dhimshme është, ja ka bërë gati dhomën të gjitha dhe këtu kam vetëm fotot e djalit edhe të nusës. Sa të vret kjo, mentor? Shumë. Djalin këtu, pashtu. Në me thënë që duhet gjithë kjo vile që të regullu. Ata e se janë jetë shplodës. Sa herë flisni në ditë? Me djalin? Po mirë, zonja ka mundësi që fletë 2 herë në ditë, po natë për natë, shtu mund të rrimë gjusmore në nare. Po do një mësor shumë këtë, minimumi gjusmore. Edhe djallë të vetëm, e? Po, kam ndohë sa për fara. Do jepje çdo gjë që të kthej djali. Inshallah. Kjo është jeta. Do të më tregosh vetë. Hajde të mos ja prishim. Po ti ka 3 mjep mua. Jo me fjalë, me vepra, aq më mirë. Sa mi. Jo, se mos ma bie shtuka, se me marru. Po ku bie unë, ja. Më hap të lash. Po jo, ore, se s'bie unë, mos këna. Unë e porash kam bie. Ku i ke bleda? Ku i ke bleda? I do në të minja. Po e pra ku i ke bleda? I ke këtu? A që dhe jemi katonarën edhe, me. Më tuaj sa te se më tuaj Sa një të more. duesh ti? Jo, merë, sa të duesh ti? Unë një ato për gocën, që kam Tirane, për Efe, për tyja. Këto që kemi, do i ndajmë edhe njërë. Hajde.
Ulo se ule. Jo se kam atë më thomi more. Nuk s'ka gjë. S'ka gjë. Ti harë gëzuar. Oh, lajti. Sa i mira e rrushi. Ky ishte shumë i mirë. Mirë, do marrim. Marrim tukën apo vëm shkallë. Ky se ky është mima. Prit se mos biesh aman edhe pu. Mos më kena, unë jam katonare. Edhe unë katunara. Jeti katonare, po jeti katonare. Sa i embël ishte me në të. Jeti katonare për qytetit. Nuk është dërë, që mire ka shënë. Gjove? He? Nuk është dërë. Unë nuk e di për ishte i embël. Pritet të mbaj aman. Jo. Ti të kesh merak për mua unë për ty jo, a? Po javanësim e gjene keqja, jo mua dhe në linë. Të miri nuk e gjenja. Po. Qala fazane jam. Kështu e, se të vinë në shpi, të marri rrush e lajti edhe. Po tani hem, ose marrësh të rrush, gjuna, këto lajtit, hajde bot. Ai nuk ta beson njeri njështë, e ke këputur në barë, që kështu të freskët. Një preskët është. Bol. Falenderit shumë herë që më prite në shtëpi, edhe pse unë erdha rastisht nga trova rrugën, por kjo rruga të sjell vetëm në shtëpinë e mentorit. Ashtu thua. Do më japësh një premtim. Urdhë. Si ashtu thuat, po pse më bu më akuzon? Ja ti gjoj sikur hyrë qarta zi themin. Tani ti e pe. Je në punë më je. Jo, ti e pe që unë i kande edhe u ktheva. Jo, unë nuk e pash. Se mua më thanë shko tek shkolla, po unë e di se ka që shkolla këtu dhe nda jam futur. Se unë duhet do shkoja në qendër të fshatit, po fati donte që unë të takoja mentorin edhe të bëni këtë bisedë. Fati, për inat të berishës të të ramë. Do më japësh një premtim. Do ta përqafosh e ta putësh një zonjën kur të vi? Galediona? Unë jam razikin kam tash për ty ja. Sa larg e ke? Po tash për ju kusën e bëhat ja. Edhe po që ajo do t'i them tash. Jo, çka pa xhanako. Leire Baxhan. E bazanako. Ta marr telefon miruar? S'ka merr. Me kamer, ja. Me kamer. Me kam. Durote. Ore, amanetin nuk e tret dhe o. Thuaj ja me njerë, thuaj, mos më hajde me. Si, si gjitha në mirë? Mirë. Si e ke nërmen, do rish, do vish sonde, apo do rish? Ta zë venin unë? Ka deti ka orë. Më falë, qa deti, qa thëmë unë qa thua te? Nga deti është. Ja, më ka rinë shoqe. Nga deti me i. Po, nuk është deti, dhe shumë, unë kam gënjër në njërë jetën ty, a? Kështë ishte e shumë, Po, shoqja është yllë, me shoqja s'ke e bundi. E si në shoqja. Shoqja në Ta mora burin! Ku do vish, do iki u tani? Shoqja në flore. Më i grua, po si e le buri? Le shojti, haj ganda. Si e le buri vetëm ti? Unë sa i ka, i me në vjese a. E gjeta duke e fol në telefon, i thash, me kja po flisja? Ta mua me gruan, i tash mere një gruan, nuk ishe duke folur me ty. Ka ten, i tash kështu. I tash do të jap një porosi, i tash, se unë do iki, i tash, kur të vi zonja, do ta përqafosh o ta putësh. Ta ma prit ta marrë kamer. Pute, po gruan tende po put. Nuk po martohemi me të gruan me putë original. Unë e putë original. Pute, po pute një. Haj pute një. O, Flori. Haj. Hapsi. Haj, shefe. A do rime po ja. Do iki tani. Kemi një orë, po ma jo këtu. Kemi një orë, po bëjmë muhabet, i tham të gjitha tani do iki. Mirë shumë. Për ty më tha fjalët më të mira. Jo, s'është. Po si e thua faleminderit, s'është në realitetin, ç'është një faleminderit. Faleminderit, në realiteti, faleminderit. Është emocionuar. Hajde. Jo. Do jap diçka të pime, edhe rrush udhash pak. Udhash, hajde shnet njëre. Mirë pafshim, mos vankon. Hajde me mua. Ku të shkoj ma? Hajde me mua. Mos vini këtu. Erdhe në politë, erdhe me dashni tjetër. Qeni. Nuk ka qeni. Jo, qeni të dua. Nuk ka qeni. Jam e sigur që do ketë verë. Ha? Hapër ati. Magazina këtu? Po.
Këta në fshat kanë zogje, sa pamjet bukur keni ma. Krekte. Da va flas. E jo fshati, po fshati është i bukur. Ashtu dhe... Komposta. Kumull. Vishnja, qeshia, çfarë të duash? Zgjedh tu, 3 kavanosa, merr. Dua kumbullën. Kumën, tjetër. Qa ka tjetër? Në që të duash ti? Kjo është vishnja. Vish. Vishnjë ku ti thoni ju? Në qeshi e vogël, çfarë? A, që është vishnja. Tjetër për qa ka? Qeshi e vogël, qeshi e madhe, merr, hajt, merr. Pjeshkë është kjo. Ajo nuk është pjeshkë, po është kumull tjetër, Shumë, tropajane. kumbullë e dua. Shumë e mirë është. Shikar ma. Se lënë të ikësh. Jo, si hapun i kam për vete në shtëpi këto. Po jo, mos i hap. Hajde, mos i hap. Mere vishnjë. Vishnjë më mere, se e mirë është vishnjë. Si dashon jo se i kam për vete. I pi, po, janë shumë të mira këto, të bëjnë shumë mirë për veshkat. Unë se kam probleme, po pse si bëndem në trupit. Unë sa qesha, jo dhe se i kam për vete. Komposto, bëni turshi, bëni zajret e dimrit. Këto hajnë e pijen, se janë bio. Bol hëngrë gjera koti. A më flori hape? Si ta hapën të shkja, apër marrë gota të ato të hape më flore. Po të zgota, më. Unë des për lula. Lullet i kam shumë qe, po mjep mami, i marë t'i rak. Jo se haroj t'y i vadit, po vyshkan. Si fshatarë me taban, kam me serën, dhe kam 10 serën, shumë mirë. Ke mbjell të gjitha këto? Se, speca të matë. Sa mirë. Tranë. Pa ato duhe një ha. Raki, do t'i trim? Jo, nuk e pjera ti, për t'i lajda unë. Ku të mrena marrë gota të? Tani këto janë të përfitura mi. Mentor me një thikë që ta hapi. O qeni beri u burat e sotshme. Asën për para nuk benin nga të. Servilat e grave. Servilat e grave. Ja, ku ta di një ose dhe? O mentor, duhet hapur kjo më bu. Hapin edhe më shumë zet. Po, Duhet hapin. provoj njërë ti. Unë jam që i smuar, që më kaluar para 2 vite së trampoz më shkëri. Po jo, kjo do këshu. Qesh 25 në speku. Do po me thike hapim, ne hapim. Me thikë që të, se nga që këto kanë zënë në këshu. Si tani po më sfidon mua. Nuk e për të hapur do të. Hape. 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 E po. E hap. Po në janë që mos e bëjnë pjesë knapën, në sholat. Në që mos bëjnë pjesë buzët e... Po e ase... Pra pa mbeti e madhe shumë, më që si e hapën një dhe. Mushë. Kjo është lëngë vishnja. Dhe gëzuar misartë. Hajde mi se në erdhe shumë falë mi se gjithë. Zuar. Jo po pi budalliqe nga to lagjet. Ja, ashtu janë bia. Dhe me në të marri lukën që ti. Jo, nuk dua. Mirë, në la. Së më pëlqeu hiq. Fila dhe vetëm dangën. Po lek mjep. Sa të duash? Se ne nga fshati im, kështu e kemi ne, kur e përcjell mi ku një jep lek. Sa të ndodhe, sa? Mbi 200, a? Mirë me Allah dhe, që ke? Po kështu i ketë 50 apo 10 a? Unë të tregoj are kanë dy ati, ti thuaj se shumën sa do. Thuaj sa do. Roj gjithë të mirat, shëndet, ti bekov zoti për mirë dhe ju me shëndet.